Ibn Kajimi, Allahu e mëshirov, përmend se për ulja manifestohet në disa forma. Disa prej këtyre formave janë të përbashkëta ndërmjet të gjithë njerëzve, ndërsa disa janë të veçanta. E para është për ulja e nevojës dhe varfërisë sonë për Allahun te bareke ve teala. Kush nga njerëzit nuk ka nevojë për Allahun xhallahu ala. Edhe besimtari, edhe jo besimtari, që gjithë kanë nevojë për Allahun te bareke ve teala. E dyta është për ulja e adhurimit, e cila është e veçantë për besimtarët. Besimtarët me bindje, me respekt, i përulen dhe i nënshtrohen Allahut te bareke ve teala. E treta është për ulja e dashurisë dhe e katërta është për ulja e mëkatit. Pra janë këto forma që sipas Ibn Kajimit, Allahu mëshiroft, manifestohet për ulja nëpërmjet tyre.